Lezhë është bërë pjesë e festimeve të ditës olimpike, duke promovuar disiplinat të ndryshme sportive me qëllim për të rritur përfshirjen e fëmijëve dhe të rinjve në aktivitete fizike. Aktualisht praktikohen 10 disiplina sportive, por Bashkia e Lezhës ka synim të zgjerojë më tej ofertën, përfshirë rihapjen e sporteve si noti dhe ciklizmi, ku qyteti ka një traditë të hershme. Përgjegjësi i sportit në bashki, Altin Përgjergji, deklaroi se po punohet për t'i dhënë Lezhës edhe një pallat sporti, si një investim i nevojshëm për zhvillimin e mëtejshëm të aktiviteteve sportive. Lezhë mbështet 10 disiplina sportive të ndryshme, të cilat kalojnë mbi 600 sportista, të cilët adorojnë në sporte të ndryshme që kemi judo, karate, mundje, atletik, boks, taekwondo, volleyball, basketball, futboll. Kemi disa disiplina të ndryshme, të cilat adorojnë këtu. Por ne kemi idenë dhe perspektivin që në vitet vazhdim të shtojmë disiplinat e reja sportive, siç kemi notin, i cili është një sport i cili duhet të ishte në Lezhë pasi jemi në vend bregdetar. Kemi sportet të cilet kanë kërkuar dhe federatët që t'i hapen në qytetin tonë, por shikojmë gjithmonë ambientet, mundësitë. Kemi pas ciklizmin përpara dhe mendojmë që ta rikthejmë, nëse do ishte mundësia ta rikthejmë ciklizmin. Në ceremoninë e organizimit në kuadër të kësaj dite, kur përfshin sportet verore dhe dimrore, morën pjesë edhe kryetari i Bashkisë Lezhë, Pirin Ndreu, dhe drejtori i DRAP Lezhë, Hasan Muça. Ata theksuan rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme për sportin dhe bën thirrje për angazhimin sa më të gjerë të fëmijëve dhe të rinjve. Shumë përshëndetje për gjithë të fëmijët mrekullueshëm për një angazhim në sport, që është edhe një shërbim jashtëzakonshëm që ju bëjmë fëmijëve, që ju bëjmë shnetit, që ju bëjmë familjes, që ju bëjmë shoqërisë. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të rriturit gjithkush të gjejë kohën dhe të merret në sport. Dhe dita olimpike është dita më e mirë për ta sensibilizuar opinionin publik dhe për të treguar se këta fëmijë nga më i vogli deri te më i rrituri janë bërë pjesë tashmë e sportit. Vërtet është një dëshmi e aftësive që fëmijët kanë në fushë të ndryshme të sportit, por mos harroni, është edhe një lloj demonstrimi i vlerave të jashtëzakonshme qytetare, të paqes, të mirësisë, të bashkëpunimit, të solidaritetit për të cilën ne kemi nevojë. E kush më bukur se sporti mund ta bëjë këtë gjë. Dita olimpike është kthyer tashmë në një traditë për Lezhën, me pjesëmarrje në rritje vit pas viti dhe rezultate të prekshme, përfshirë edhe medalje në disiplina të ndryshme.